Mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës. Dashi, do bëjmë leximin e radhës, por pas kësaj herë do filloj së shpejti të lexoj leximet vjetore për 2026-ën, çfarë pret Dashin. Dhe dashu deshër në këtë hapje që kam hënën, kam 8 të shpatës, kam 3 të kupës dhe 9 të kupës, tregon që apo çfarë është duke ndodhur realisht, të them kështu. Ti e di që nuk je mirë, por po bën sikur gjithçka është në rregull. Dhe kjo është ajo, hëna. Të dashur deshër, ka dyshime, pasiguri dhe frikë që po i shtyn poshtë dhe këte pasqyron hënën. Ndërkohë që mendërisht je i bllokuar, është 8 të shpatës. Dhe 8 të shpatës nuk të mban askush peng, je vetë që po rrotullohesh në të njëjtat mendime. Çfarë je duke bërë gabim? Nuk dua të marr letrat, por dua të shpjegoj çfarë më thonë në përgjithësi. Po i mbulon problemet e tua apo po i anashkalon me gjëra si shoqëri, dalje, fjalë bosh, kënaqësi të shpejta që është 3 të kupës. Po i thua vetes, më mirë sot të ndihesh pak më mirë, edhe nëse nesër jam njësoj. Në të kupës, edhe pse në zakonisht është fitore, por në gjitha këto letra, një lloj ratie që të mpin, jo që të zgjidh, të dashur. Çfarë shikoj dhe çfarë duhet të bëni? Nuk ke nevojë për më shumë njerëz, për më shumë apo më shumë zhurmë apo më shumë argëtim. Unë po e marr këtë, mund të jetë komplet diçka tjetër, por që në këtë formë diçka. Ke nevojë për një vendim të sinqert me veten, Dashi. Nëse vazhdon kështu, do të ndihesh mirë për pak, patjetër, por do mbetesh në vend pa lëvizur. Nëse ndalesh dhe përballesh, do të dalësh nga ky konfuzion, të reflektosh, dhe do ta rimarrësh kontrollin. Largohu përkohësisht asaj që të shpërqendron, Dashi. Prano ku je realisht, pa justifikime. Mos kërko qetësi falso, kërko zgjidhje, jo të shpejta. Ajo që mashtron veten sot, më vjen keq, Dashi, por paguan 2 fishin nesër. Pra shumë është i thjesht rezultati i leximit. Dashi nuk fiton asgjë reale nga kjo situatë tani. Po duket sikur po ja del, po ndihet mirë për momentin, por problemi kryesor mbetet i pasgjidhur. Nuk ka humbje të mëdha, por ka ngecje. Nuk ka krizë, por ka vetë mashtrim. Do të ketë pak kënaqësi të përkohshme, siç thash 9 të kupës, por asnjë ndryshim konkret. Nëse bën ndryshimin, do të dalesh nga ky bllokim, do fillosh të kthesh situatën në favorin tënd, rezultati stabil. Nuk është kjo, është më shumë fals. Sikur po i thoni veten apo fake, sikur po i thoni vetes, mirë sot, bosh nesër. Të dashur, Dashi, pra është në dorën e juaj të mos ja anashkaloni çfarëdo që duhet marrë në dorë për ta zgjedhur, që të mund të vazhdoni dhe të mos ngecni këtu për një kohë.